Këshilli Bashkiak Divjak ka zhvilluar mbledhjen e fundit për vitin 2025, në të cilën është diskutuar dhe miratuar ndër të tjera edhe buxheti për vitin 2026. Në mbledhjen e drejtuar nga kryetaria e Këshillit Liri Biti, fillimisht është diskutuar krijimi një shoqërie me aksione 100% të bashkisë, e cila do të administrojë tregjet dhe asetet e bashkisë. Kompania që do të mbajë emrin tregtar Rjela do të administrojë edhe kabinat e plazhit Divjak, të cilat nuk sjellin të ardhura prej 35 vitesh. Më pas u diskutua projekt buxheti i bashkisë, të cilin e prezantoi drejtori i financës Xheladin Brakholla. Me 14 milion euro dhe me një rritje prej 27% më shumë se sa buxheti i vitit paraardhës, ky buxhet do të shkojë kryesisht për pagat dhe sigurimet e 488 punojësve të bashkisë, si dhe për shpenzime operative dhe investime. Jemi munduar që të shpërndajmë të ardhura, të cilat ndahen në paga, shpenzime operative dhe investime. Pasqyrat për buxhetit i keni përpara, mirë është përqendrohemi më tek pasqyrat makro, do të thonë tek pasqyrat që do japin një ide qartë në përqindje se sa peshë specifike zë secili zë në totalin e buxhetit për vitin 2026. Projekt buxheti për vitin 2026 parashikon investime me vlerën e 1.2 milion eurove, nga të cilat 50% do të shkojnë për shtrime rrugë, duke bler binder edhe asfalt. E vetë që unë mund të premtoj sot është kjo, që të paktën në një kohë caktuar, nuk e di një muaj më shumë, të paktën të japim sinjalla në mbledhjen tjetër. Në këtë valë të madhe lëvizje që kemi këtë muaj, që kemi pasur, nuk e kam pasur këtë mundësi, sepse e kam vënë punë për të bërë të projekte që kemi me shpejtësi të madhe. Pra, duhej, ai djali ka punuar kaq ditë për Sharnecin, për Grabianin, dhe aq është rendimenti që ne nxjerrim këtu. Do të thonë të tjetër. Pra, jemi me vonesë të premtoj që do të jenë të gjitha transparente. Edhe pse pati kundërshtime, më shumë nga radhët e këshilltarëve të pozitës se sa të opozitës për mënyrën se si do të procedohet për investimet, projekt buxheti kaloi me 13 votat e pozitës dhe 6 të opozitës të ndodhur në sallë.